Duket se dalja e Eglit Takos nga shtëpia më e famshme në Shqipëri ka ndikuar jo vetëm tek ajo, por edhe tek gjesti. Themi kështu sepse largimi i saj për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore ka sjellë një val kritikash nga publiku, të cilët kanë drejtuar gishtin nga gjesti si një nga faktorët që ndikuan në këtë situatë. Ajo që bie në sy është se pas daljes së Eglit, gjesti ka filluar të humbas ndjekës në Instagram. Vetëm në 3 ditët e fundit ai ka humbur më shumë se 1500 ndjekës, një tregues i qartë se publiku nuk ka qenë dakord me mënyrën se si është sjellë brenda shtëpisë ndaj Eglit. Nga ana tjetër, Egli Tako ka fituar mbi 40.000 ndjekës brenda pak orëve, duke treguar mbështetjen e madhe që po merr nga publiku pas largimit të saj nga gara. Kjo situatë tregon qartë se si opinioni publik mund të ndryshojë dinamikën e lojës dhe jashtë shtëpisë së famshme.